Piktoria shqiptare Linda Lupi prezanton veprat e saj në Gracie Mansion në New York. Në një nga netët e veçanta për komunitetin shqiptar në Shtetet e Bashkuara më 7 nëntor, në rezidencën historike Gracie Mansion në New York, artistja shqiptare Linda Lupi arriti një moment të paharrueshëm në karrierën e saj artistike, prezantimin e veprave të saj përpara kryetarit të Bashkisë së New Yorkut Eric Adams në kuadër të eventit Albanian Diaspora Night. Në këtë mbrëmje të mbushur me emocione, art dhe kënaqëri kombëtare, Linda Lupi e njohur për stilin e saj të veçantë ekspresiv dhe për mënyrën se si e përzien simbolikën shqiptare me estetikën bashkëkohore, i dhuroi një nga pikturat e saj kryetarit Adams, një gest i ngrohtë që u prit me entuziazëm dhe respekt nga të panishmit. Eventi mblodhi zemrat e njohur të shqiptarëve diasporës nga bota e politikës, artit, sportit e biznesit. Në fjalën e saj, Lupi tregoi rëndësinë që ky moment ka për një artiste shqiptare që përfaqëson vendin e saj në një qendër si New Yorku, simboli i diversitetit, mundësive dhe bashkëtesës kulturore. Të ekspozosh veprat e tua në shtëpinë historike të kryetarit të Bashkisë së New Yorkut nuk është vetëm nder personal, por dëshmi se arti shqiptar zë një vend në skenën ndërkombëtare. Tha ajo. Mbrëmja u karakterizua me atmosferë të ngrohtë ku arti, muzika dhe fryma e bashkimit e diasporës u shfaq.